Pispili me spinaq dhe me miell misri është receta për sot. Një recetë praktike, e thjeshtë në përgatitje dhe del me të vërtet shumë e shijshme. Si fillim do të na duhet 500 gram spinaq, tek spinaqi do të hedhim vaj, pak krip dhe do ta shtypim mirë me dorë derisa spinaqi të rregjohet plotësisht. Tashmë spinaqi është rregjuar, do të hedhim 2 qep mesatare, të cilat më parë kam skuqur, 2 deri në 3 qep të njoma. Nëse preferoni qepën e njomë, mund ta skuqni gjithashtu. Vazhdojmë t'i përzijim. Do të hedhim rreth 100 ml qumë Stradita. Një 100 gram djathë të bardhë dele nga lufra dhe gjithashtu 100 gram djathë kaçkavall, të cilën me kam ngrirë në rende. Do vazhdojmë ta përzijem mirë. Do ta lejmë pak më njanë, ndërkohë në një tavë do të hedhim pak vaj. Vajin duhet sigurohemi që ta përhapim mirë nëpër të gjithë tavën. Dhe më pas do të hedhim miellin e misrit. Për këtë recetë kam përdorur rreth 300 gram miell misri, të cilin e kam ndarë në 2 pjesë. Një pjesë do ta hedhim poshtë tek tava, siç e shikoni edhe në video, dhe pjesën e mbetur do ta hedhim pak më vonë. Pasi kemi mbuluar të gjithë tavën me miell misri, do të hedhim sipër pjesën e spinaqit. Do ta hedhim të gjithë dhe më pas do ta përhapim nëpër të gjithë tavën. Pasi kemi përhapur mirë, do të hedhim rreth 300 ml ujë të nxehtë. Uji shërben për ta zbutur miellin e misrit që do të hedhim sipër dhe e bën pispilin më të butë pas pjekjes. Sipër do ta spërkasim me vaj. Dhe më pas do ta vendosim në furrë të parangrohur me 250 gradë për rreth 40 deri në 45 minuta në varësi dhe të furrës. Tashmë është pjekur, ka marrë të ngjyrën e bukur. Do ta heqim nga furra, do ta lejmë të ftohet plotësisht dhe më pas do ta presim. E kemi gati tashmë për ta konsumuar. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Shumë faleminderit që më ndiqni.